إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet më të sinqerta I takojnë vetëm Allahut fuqiplot. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërsa salavatet më të përzemërta I dërgojmë njeriut më me vlerë në historinë njerëzore. Vulës së pejgamberisë, krijesës më të dashur të Allahut xhalla xhelaluhu, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, I cili nuk kurceu asgjë që sot feja jon të jetë feja islame. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush që e devijon, dhe ai I njeri I cili dëshiron të mbetet në devijim, nuk ka kush që e udhëzon në rrugën e drejtë përpas Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot I cili meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Fjala më e drejtë është fjala e Allahut, ndërsa udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë bidatet, çdo bidat është humbje, ndërsa çdo humbje shpije në zjarr. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë nga zjarri. Amin. Xhamati nderuar dhe ju dëgjues të nderuar të radios islame, të cilët na përcjellni nga të katër anët e botës nëpërmjet valeve të internetit, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur që ka ekzistuar ndonjëherë, përshëndetjen islame dhe përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, shpëtimi, mirësitë dhe begatit e Allahut qofshin me ju. Sot me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala do të vazhdojmë pjesën e tretë të temës sonë, të cilën e kemi shtjelluar në 2 javët e kaluara, e ajo është të mallkuarit në hadith. Pra kjo është pjesa e tretë apo ligjërata e tretë me këtë temë. Dhe do të ishte udhës që t'i përmendim vetëm shkurtimisht të mallkuarit në hadith, të cilët I cekëm në pjesën e dytë apo në javën e kaluar, në mënyrë që të kemi një pasqyrë pak sa më të plotë për ata të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka mallkuar në hadithet e tij. Ato të cilët I cekëm në pjesën e kaluar ishin 2 njerëz të cilët bëjnë kontratë për legalizimin e një gruaje të shkurorzuar 3 herë, në mënyrë që ajo grua të ketë drejt t'i kthehet burrit të saj të parë. Pastaj grupi I dytë ishte vajtuesja apo vajtuesit për të vdekurin. Grupi I tretë kishte të bëj me rishvetin, që do të thot ai I cili e merr rishvetin, ai I cili e jep rishvetin dhe ai I cili ndërmjetëson që të arrihet deri tek rishvet. Grupi tjetër ishte alkooli dhe të gjithë ata të cilët në mënyrë direkte dhe indirekte kanë të bëjnë me të. Grupi I 5 ishte udhëheqësi I padëshiruar. Grupi I 6 ishte gruaja e cila flen duke e lënë burrin e saj të hidhëruar, pra nuk I përgjigjet kur ai e thret në shtrat për marrëdhënie intime. Grupi tjetër ishte ai I cili e dëgjon fjalën hayya 'ala al-falah,
eja në shpëtim, domethënë e dëgjon ezanin dhe nuk i përgjigjet ezanit, domethënë nuk e fal namazin, dhe grupi i fundit të cilin e cekëm javën e kaluar ishte robi i dinarit apo dirhemit, me një fjalë pra robi i cili i bëhet rob gjërave materiale të kësaj bote duke e lënë anash robërinë dhe adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Këto pra shkurtimisht ishin grupet të cilët i cekëm në javën e kaluar. Ndërsa sot do të vazhdojmë me grupet apo kategoritë të tjera të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar në hadithet e tij. Grupi i parë për sot të cilën do ta cekim ka të bëjë me disa prej fiseve arabe, siç janë fiset Ra'l dhe Kuan, Usayya, Banu Lihyan e të tjera, të cilat fise erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pohuan se e kishin pranuar islamin. Mirë po, pranimi i islamit të tyre nuk ishte tjetër vetëm se një mashtrim ndaj pejgamberit alaihi salatu wassalam. Me pretekst se ata kishin nevojë që dikush t'u mësoj fenë e tyre, ata kërkuan nga pejgamberi alaihi salatu wassalam që të dërgojë një numër prej sahabëve të fiset e tyre, pra t'i dërgojë së bashku me ta dhe këta pastaj t'u mësojnë njerëzve fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wassalam me njëherë ju përgjigj thirrjes së tyre dhe me vete i u dha 70 prej ensarve apo 70, të cilët Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu thot se quheshin al-Qurra, pra lexuesit e Kur'anit famëlar. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam u dha me vete 70 prej ensarve, 70 prej sahabëve që të shkojnë te fiset e tyre dhe sahabët t'u mësojnë fenë. Mirë po, kur arritën pra gjatë rrugës, kur arritën të një vend i quajtur Bi'ru Mauna, apo pusi bunari i Maunës, çfarë bën këta? I tradhtuan shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët ishin 70 dhe i vranë që të gjithë. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mallkoi këta fise, për shkak se e luftuan pejgamberin alayhi salatu wassalam, e mashtruan dhe e tradhtuan dhe i vranë 70 prej shokëve të tij. Dhe transmetohet në për transmetime të ndryshme se pejgamberi alayhi salatu wassalam një muaj me radhë në kunut, pra gjatë namazit ka bërë kunut dhe i ka mallkuar të gjitha këto fise. Kunut do të thot në rekatin e fundit të çdo namazi, pra në farz, kur falet namazi me xhamat, në rekatin e fundit kur ngritemi prej rukus, pra semi Allahu limen hamide, pastaj imami dhe xhamati ngrisin duart në këtë formë dhe luten me lutje të ndryshme. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë këtij muaji nuk e luti Allahun xhalla xhelaluhu për diçka, mirë po i mallkoi këta fise të cilët e tradhtuan pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i vranë 70 prej sahabëve. Kjo vazhdoi një muaj me radhë. Disa thonë se në të gjitha namazet e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wassalam, disa thonë e ka bërë vetëm në namazin e sabahut, por sido që t'jetë, kjo ishte ajo që pejgamberi alayhi salatu wassalam i kishte mallkuar këta fise të arabëve, të cilët e tradhtuan pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ky pra ishte grupi i parë për sot. Grupi apo krijesa e dytë të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar me hadith është akrepi. E dim të gjithë akrepin, pra është një kafsh apo një insekt i njohur me ngjyrë të zezë, dhe këtë krijesë pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar. Transmeton Ali ibn Abi Talibi radhiyallahu anhu, i cili thotë: Bejna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhata lejletin yusalli. Njëherë prej herave, një natë prej natëve kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ishte duke u falur, fa wada'a yadahu 'ala al-ardi, e vendosi dorën e tij në tokë, fa ladaqathu 'aqrabun, dhe një akrep i kafshoi gishtin, fa nawalaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi na'lihi fa qatalaha. Derisa ishte në namaz, kur e kafshoi akrepi pejgamberi alayhi salatu wassalam,
me nallën e tij pra e zuri akrepin dhe e mbyti. Falamma insarafa qal, e kur e kreu namazin pejgamberi alayhis salatu wassalam tha: "La'ana Allahu al-aqrab", Allahu e mallkoft akrepin, ma tad'u musalliyan wala ghayrahu, nuk e lën rahat atë i cili fal namaz dhe atë tjetrin pra i cili është jashtë namazit, au nabiyan wala ghayrahu, ose nuk e lën rahat pejgamberin, nuk lën rahat asnjë pejgamber dhe nuk lën rahat asnjë njeri tjetër përveç pejgamberit. Thumma da'a bi milhin wa ma'in, e pastaj kërkoi një enë që të mbushet me ujë dhe me krip, faja'alahu fi ina'in, thumma ja'ala yusubbuhu ala isba'ihi, e pastaj kët ujë e përziu dhe e derdhte mbi gishtin e tij, haythu ladghathu wa yamsahuha, pra e derdhte në atë vendin ku e kishte kafshuar akrepi dhe e fshinte dorën, wa yu'awwidhuha bil mu'awwidhatayn, dhe e këndonte surën Al-Falaq dhe surën An-Nas. Pra kjo ishte praktika e pejgamberit alayhi salatu wassalam në këtë rast, të cilën ne edhe ne në jetën tonë të përditshme mund ta përdorim nëse pra na ndodh që të na kafshojnë ndonjë akrep. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam pra e mallkoi akrepin dhe tha se kjo është një krijesë e cila nuk e lën as atë që fal namaz dhe as atë i cili është jashtë namazit, pra nuk e lën rahat dhe e kafshon, andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e mallkoi këtë krijesë. Ndërsa në një transmetim tjetër që e transmeton Aisha radhiyallahu anha, thot se pejgamberin alayhi salatu wassalam e kafshoi një akrep wa huwa fi salat, duke qenë pra në namaz, faqal, e pastaj kur e kreu namazin pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "La'ana Allahu al-aqrab ma tad'u al-musalli wa ghayra al-musalli", Allahu e mallkoft akrepin i cili nuk e lën rahat as atë i cili është duke fal namaz e as atë i cili është jashtë namazit. "Uqtuluha fil hilli wal hurum", mbyteni tha akrepin kudo që të gjeni, edhe kur jeni jashtë kohës së haxhit, edhe kur jeni gjatë kohës së haxhit, sepse ata të cilët kanë qenë në haxh e dinë se gjatë kohës së haxhit kur haxhiu është brenda ihramit nuk i lejohet që të vras kafsh. Mirë po pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka bërë këtë përjashtim, ka lejuar që akrepi të vritet edhe nëse haxhiu është me ihram, e të mos flasim pra kur është jashtë ihramit, pra jashtë kohës së haxhit. Pra pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka mallkuar akrepin dhe ka urdhëruar që ai të vritet. Pra kudo që të shihet, të vritet dhe të mbytet, qoftë jashtë haxhit apo qoftë edhe brenda haxhit, brenda kufive të haxhit dhe brenda asaj kur njeriu gjendet në ihram. Grupi tjetër të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar në hadithet e tij ka të bëjë me atë person i cili i ndan të afërtit dhe i ndan të dashurit mes vete. Pavarësisht se kush janë këto. Pra, nëse dy njerëz duhen mes vete për hir të Allahut subhanahu wa taala, ose dy njerëz të cilët janë antarë të familjes, dhe është shumë normale që antarët e familjes të duhen mes vete, ndërsa një njeri tjetër shkakton dhe e sjell punën që këta dy njerëz të ndahen, pavarësisht se në çfarë mënyre e sjell punën, ky person do të jetë i mallkuar nga ana Allahu xhalla xhelaluhu dhe është i mallkuar nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu anhu thot: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man farraqa bayna al-walidati wa waladiha wa bayna al-akhi wa bayna akhihi." Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: Allahu e mallkoft, ose Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu anhu thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë apo e ka mallkuar atë i cili e ndan nënën nga fëmia e saj, dhe atë i cili e ndan vëllain nga vëllai i tij, pra i cili është nga barku i nënës së tij. Pra e ka mallkuar pejgamberi alayhi salatu wassalam një njeri i cili shkakton ndarjen mes nënës dhe fëmijës së saj. Po ashtu e ka mallkuar edhe atë i cili shkakton ndarjen mes dy vëllezërve. Dhe kjo edhe në përgjithësi vlen pra edhe për të gjithë të tjerët të cilët në një farë mënyre janë të lidhur pra për nga farefisnia apo për nga dashuria ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala.
njëri prej grupeve apo prej personave të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar është në bashul qubur. Pra në gjuhën arabe quhet në bashul qubur, e ka për qëllim atë person i cili i gropon varret dhe u amer qefinat të vdekurve. Dhe këtë e shfrytëzon pastaj për ta shitur sikur shtof, për të bërë tregtime të. Kjo ka ekzistuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta sot e kësaj dite nuk ekziston. Mirë po, është me rëndësi që të ceket, sepse është e mundshme që edhe dikush në këtë ditë, pra në këtë shekull në të cilin jetojmë, të veprojë një gjest të tillë të shëmtuar. Sepse njeriu në Islam është pra i nderuar nga Allahu subhanahu wa taala, qoftë i gjallë apo qoftë i vdekur. Edhe i gjalli edhe i vdekuri janë të nderuar dhe nuk duhet pra që të sillemi me ta kështu sikur se vepron ky njeri. Pra, pasi që të varroset i vdekuri, pas një kohë të shkurt, ky shkon e gropon varrin, i merr qefinin dhe bën tregtime atë qefin, pra e shet, dhe këtë ndoshta e bën nga varfëria e madhe. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar këtë person, e ka mallkuar këtë njeri. Transmetohet nga Amra bintu Abdurrahman radhiyallahu anha, e cila thot: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhtafi wal-mukhtafiyata, yani nabash al-qubur." Amra ibn Abdurrahman, Amra binti Abdurrahman radhiyallahu anha thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar atë i cili fshihet dhe atë e cila fshihet, do me thënë gropuesit e varreve. Al-mukhtafi është personi i cili fshihet, dhe mukhtafia është gruaja e cila fshihet. Pra pse fshihet? Se këtë vepër e bën fshehurazi, pra shkon te varret në mënyrë të fshehtë, duke u fshehur nga syri i njerëzve dhe i gropon varret, e merr qefinin prej të vdekurit dhe pastaj këtë e shfrytëzon për tregti duke e shitur atë shtof. Pra ky është person të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar, dhe kjo do të thotë se edhe Allahu xhalla xhelaluhu e ka mallkuar këtë person, dhe mallkimi nga ana Allahu subhanahu wa taala e ka për qëllim është i larguar nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Grupi tjetër të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar është atë person i cili është në kohën e haxhit. Pra ai i cili e bën kohën e haxhit, mirë po gjatë ditëve më të vlefshme të haxhit e ndal telbia. Telbia është lebejk Allahumma lebejk, e deri në fund, pra ata të cilët kanë qenë në haxh e dinë si është. Pra e ndal telbien dhe nuk e shfrytëzon kohën gjatë haxhit në ditët më të vlefshme të haxhit, e ato janë dita e Arafatit, dita e Tashrikut, ditët e Tashrikut dhe dita e Bajramit. Pra këto janë ditët më të vlefshme të haxhit. Andaj ai haxhi i cili angazhohet me gjëra tjera dhe e ndal telbien, pra nuk e thot telbien, ky grup njerëzish pra është i mallkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La'ana Allahu fulana, amadu ila a'zami ayami al-hajj, fama haw zinatahu wa inma zinat al-hajj at-talbiyah." Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: Allahu e mallkoft filanin, pra njërin prej personave i cili në kohën kur e bëri haxhin me pejgamberin alayhi salatu wasalam e kishte ndaluar telbien. Mirë po Abdullah ibn Abbasi nuk e përmend këtë person me emër se cili është, për arsye për t'ia ruajtur pra identitetin. Mirë po e përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë Allahu e mallkoft filanin, pra nuk e përmend me emër, sepse kjo ndalohet pra në Islam që të përmendet emri një personi të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka mallkuar. Andaj Abdullah ibn Abbas i thot se pejgamberi alayhi salatu wasalam thot Allahu e mallkoft filanin i cili ka shkuar, pra ka ardhur në këto ditë të haxhit dhe ka ardhur me qëllim që ta kryej haxhin dhe e ka lënë anash zbukurimin e haxhit. E zbukurimi i haxhit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot është at-talbiya. Pra zbukurimi i haxhit është telbia, e ai i cili e lën telbian në ditët më të vlefshme të haxhit, pra është i mallkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Grupi tjetër të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar ka të bëj me një person i cili tallet me të verbrin dhe i cili me qëllim i ja humb rrugën të verbrit. Pra nëse e sheh ndonjë të verbër për rrugë dhe i verbri dëshiron të shkojnë dikun dhe e pyet këtë se ku gjendet kjo rrugë, nëse ky person i ja humb rrugën të verbrit duke dashur të tallet me të, i ja humb rrugën qëllimisht, pra ky person është i mallkuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La'ana Allahu man kammaha al-a'ma 'an as-sabil." Allahu e mallkoft atë njeri i cili i ja humb rrugën të verbrit, pra nuk e udhëzon në rrugën e drejtë, tallet me të, dhe nëse ai e pyet pra se unë duhet të shkoj në filan vendin, ky ja tregon anën tjetër, anën e kundërt, me qëllim pra që të tallet me të verbrin dhe të ja humb rrugën. Këtë person pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu xhalla xhelaluhu e kanë mallkuar. Pastaj grupi tjetër të cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mallkuar ka të bëjë me homoseksualët. Një fenomen i cili ka ekzistuar për herë të parë është paraqitur në kohën e Lutit alayhi salam dhe i cili fatkeqësisht vazhdon të ekzistojë në mesin e njerëzisë edhe ditët e sodit, madje edhe mediat bëjnë pra propagandë të madhe në lidhje me këtë, duke e quajtur si e drejtë e shprehjes së lirisë dhe e drejtë e zgjedhjes së njeriut, e drejtë pra e cila u takon atyre. Mirë po, kjo nuk ka të bëjë me të vërtetën, sepse Allahu xhalla xhelaluhu kur i ka krijuar njerëzit, i ka krijuar një mashkull dhe një femër dhe nuk i ka krijuar dy meshkuj. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu xhalla xhelaluhu i kanë mallkuar këta persona të cilët merren me homoseksualizëm. Dhe transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 3 herë e ka përsërit: "La'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lutin, la'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lutin, la'ana Allahu man 'amila 'amala qaumi Lutin." Ka thënë: Allahu i mallkoft ata të cilët e bëjnë veprën e popullit të Lutit. Allahu i mallkoft ata të cilët e bëjnë veprën e popullit të Lutit. Allahu i mallkoft ata të cilët e bëjnë veprën e popullit të Lutit. Pra 3 herë me radhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përsëritur mallkimin dhe i ka mallkuar këta dhe ka përsëritur mallkimin e Allahu subhanahu wa taala ndaj tyre. Po ashtu transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me homoseksualët ka thënë: "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'ila wal-maf'ula bihi." Nëse e gjeni dy persona, nëse i gjeni duke e bërë veprimin apo veprën e popullit të Lutit, pra homoseksualizmin, mbyteni atë i cili e bën dhe atij të cilit i bëhet. Pra të dy duhet të mbyten sipas Islamit, pra dhe nuk tolerohet që këta të jenë në mesin e besimtarëve, pra të vazhdojnë të jetojnë. Kjo na jep me tregu se sa është kjo vepër e shëmtuar te Allahu subhanahu wa taala dhe sa kjo vepër është e shëmtuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në përgjithësi te Islami dhe muslimanët. Ajo që dihet nga Islami është se këta dy persona duhet të vriten. Me çdo kush duhet të vriten. Pra nëse do të ishte ligji apo shariati islam, këta persona nuk meritojnë të vazhdojnë të jenë të gjallë. Mirë po, dietarët islam duke filluar nga sahabët e deri në ditën e sotit, pra kanë bërë polemik se si është mënyra e mbytjes. Si duhet këta persona, në çfarë mënyre duhet të mbyten. E mendimi e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu dhe i Aliut radhiyallahu anhu, shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, thonë se këta persona nëse hasen duke bërë një vepër të tillë, duhet të digjen me zjarr. Kjo është pra mënyra se si duhet të mbyten këta persona. Kështu e sheh pra Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe Aliu radhiyallahu anhu se këta persona pra duhet të hidhen në zjarr dhe të digjen pra të gjallë. Ndërsa
Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, sahabja i pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe djali i axhës së tij, sipas mendimit të tij, ky person apo këta dy persona duhet që të hidhen nga vendi më i lartë i atij vendbanimi, nga vendi më i lartë i atij qyteti apo i atij fshati. Pra duhet të hidhen nga lartësia të gjuhën poshtë dhe në këtë mënyrë të mbyten, dhe pasi që të binë poshtë, duhet që të pasohet kjo me gjuajtje të gurve prej lartë. Pra, pasi që të bie poshtë, gjuhet me gur të mëdhej nga lartë, pra mbi këta persona derisa të mbyten, pra derisa të vdesin. Kjo është mënyra e dënimit të këtyre personave, të cilët thonë se ne e kemi të drejtë tonë të zgjedhim atë të cilën ne dëshirojmë, pra e ndryshojnë krijesën Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa dyshim se kjo nuk ka të bëj as pak me Islamin, dhe nuk ka të bëj as pak me njerëzin, dhe nuk ka të bëj as pak as me logjikën, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin kuranor thot: Ja ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar juve prej një mashkulli dhe prej një femre. Pra Allahu xhalla xhelaluhu i ka bërë dy gjini, dhe këto gjini pra janë ata të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë kush që të martohen mes vete dhe në këtë mënyrë pra të vazhdoj ekzistimi i njerëzisë në këtë botë. E nuk e ka bërë pra që mashkulli të ketë kontakt me mashkullin, sepse kjo është një ndër veprat më të shëmtuara në Islam dhe është një ndër mëkatet më të mëdha në Islam, dhe vetë mënyra e asaj se si kanë thënë sahabët që të mbyten këta persona e dëshmon pra një gjë të tillë. E dëshmon pra se sa është e shëmtuar dhe sa është pra kjo vepër e ndaluar dhe sa është mëkati i madh për ata persona të cilët e bëjnë këtë vepër. Andaj edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam pra pa hezituar ka thënë se nëse i gjeni këta dy persona duke bërë një vepër të tillë, pra mbyteni atë i cili e bën atë vepër dhe atij të cilit i bëhen, pra të dytë janë të njëjtë në dënim, të dytë e meritojnë dënimin në atë mënyrë, pra siç e kanë cekur pra Ebu Bekri radiallahu anhu, Aliu radiallahu anhu, Ibn Abbasi radiallahu anhu, e sahabët e tjerë, por ajo që është me rëndësi pra është që këta persona të vriten. Qëllimi kryesor pra është që këta persona të mos lihen gjallë, sepse këto janë virus në shoqëri, qoftë ajo islame e qoftë shoqëria njerëzore në përgjithësi. Ndërsa sa i përket mënyrës së dytë të kontaktit mes gjinisë së njëjtë, pra e cila quhet lesbeizëm, këtu pra kjo nuk llogaritet pra si zina apo nuk llogaritet si prostitucion, për arsye se nuk është e mundshme që kur dy femra pra të kenë kontakt mes vete nuk arrihet pra deri te marrëdhëniet intime, nuk është e mundshme që të arrihet një gjë e tillë, andaj këta persona edukohen pra varësisht nga ajo se si e sheh gjykatësi islam, pra e kemi fjalën kur ekziston ligji islam, varësisht se si e sheh gjykatësi islam, se cila është mënyra më e mirë për t'i edukuar ata, pra ose me rrahje, me kamxhik, ose me burgosje, ose me ndonjë dënim tjetër, mirë po nuk vriten pra këta dyja, për arsye se kjo nuk është mënyrë me të cilën arrihet zinaja, pra nuk e ka statusin e zinas, andaj pra homoseksualizmi dallon pra nga lesbeizmi, jo për nga aspekti i gjunahit apo mëkatit, mirë po për nga aspekti i zbatimit të dënimit ndaj tyre, pra në aspektin e zbatimit të dënimit ka pra dallim, sepse dy meshkujt mbyten ndërsa dy femrat nuk mbyten, mirë po edukohen me mënyra të ndryshme derisa të pendohen dhe ta lënë atë vepër. Këtu shihet qartë pra se sa është kjo vepër e shëmtuar në Islam dhe sa Allahu xhalla xhelaluhu e ka bërë pra dënimin e dhëmshëm për ta në këtë botë, e të mos flasim pra për dënimin e atyre në botën tjetër. Me kaq pra po e përfundojmë për sot, për arsye se hyri koha e namazit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-aliyyil azim li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.